Në diskutimet e mëhershme kemi paralemru që fushata veç këmë shku të ashpërsu, gjua këmë shku gjithmonë me bo ma ashpër. Ndërsa mendoj që edhe kjo një pasojë e asaj gjuhë të përdorën. Normalisht që dhuna gjithmonë nuk ka justifikim, edhe jemi do e përsërit shpesh. Mirë po, nëse hymë gjenezës ti problemi, e ka një periudhë e cila ka pru situatën deri këtu që ke dje. Janë ma shumë se një vit, nështë ma shumë, nështë 2 vite janë që lëvizjave të vendosje në njërë të orkestru me sulmon edhe provokon direkt Samil Ushtakun. I dim ato deklaratat vazhdushme që i ka pas Teona Mihajli përmes asaj aktorës Matoshi, Adriana, që kam një Matoshi. Vazhdimisht e kam provoku zotin Ushtaku dhe kretë qëllimi ka qenë që me ndodh një situatë si kjo dhe pastaj me lujtë rolin e viktimës edhe eventualisht me tentu me dëmtu Partinë Demokratike ose në rajonin e Drenicës me shkaktu një farlloj problemi atje për shkak se qëllimi kryesor i Albin Kurtit është që në Drenicë me fillu qarjen e Partisë Demokratike të Kosovës, si bastion që është. Në atë vend tentoj, ne dim edhe kur ishin zgjedhjet në Drenas, me zotin Amez Ladrovci, tentoj me u fut ndërmjet, po nuk pati sukses, e mendoj që prap nuk me pas sukses edhe në këtë rast. Tash, Samin e kanë sulmu vazhdimisht, e kanë sulmu me epitetet ndryshme, po kjo e fundit është me të vërtet njeri mundet me duru shumë gjana, po kur i thu një luftarit liris për ditëve të para, për viteve të 90. Për qenë korrekt, ka pasur shumë fushat.